Është një debat I cili ka vënë në pikpyetje, madje edhe qëndrimi I SBA-ve ndaj organizatës botërore të shëndetësisë, një tërheqje e deklaruar paraprakisht dhe realizuar gjatë kësaj jave, ka identifikuar një situacion jo normal sa I përket vaksinimit. Sigurisht qytetarët të cilët me të drejtë në këto situata kanë hije dyshimi të forta në raporte që sidomos kjo vaksinë që parandalon fruthin mund shkaktoj autizëm. Pra, për të ndalur këtu, prandaj është dhe dyshimi prindërve thoni jo, sepse vaksina e fruthit nuk është provuar. Unë do doja të ftoja të gjithë prindrit të besojnë tek sistemi mjekësor dhe pa diskutim të hulumtojnë më tej teoritë të ndryshme të cilat I japin jetë, po themi, problematikave apo ndërlikimeve të cilat mund të kenë fëmijët. Në këtë situatë, një sistem shëndetësor, siç është ai amerikan mjaft I konsoliduar, ka aftësinë të përballojë këto 600 raste, pasi numri I popullatës atje është mbi 300 milion.